Durimi nuk është me shtrëngu dhëmbët, është me mbajtë zemrën të drejtë. Ka gjëra që s'ndryshojnë sot, ka përgjigje që zvijnë me njëherë, dhe kjo është pjesë e rrugës. Allahu thot në Kur'an, sa I është me durimtarët, jo me ata që dorëzohen shpejt, por me ata që qëndrojnë pa u thyer. Durimi nuk do thot me u mbyll, do thot me vazhdu me besim, edhe kur s'she fundin. Nëse sot e mbajte veten, kur ishte më e lehtë me u dorëzu, ke bërë ibadet. Ramazani po të mëson se durimi vërtet është ai që të mban njeri, edhe kur rruga zgjatet, sepse ajo që vjen me durim rrënjoset thellë.